Prokurori i posaçëm për çështjen e Ilir Metës, Sotir Llapi, ka kërkuar dënim me 19 vite burg për 3 të pandeurit të njëjtit fraksion të dosjes, Fatime Kryemadhi, Ema Çoku dhe Piro Xhixho. Të tregta janë veçuar nga pjesa tjetër për shkak të kërkesës për të gjykuar sipas procedurës së shkurtuar. 7 vite burg ka kërkuar SPAK për Fatime Kryemadhin, dënim që sipas procedurës së shkurtuar i ulet në 4.8 vite, për t'u pezulluar në 5 vite shërbim prove si pasojë e moshës. SPAK ka kërkuar që Kryemadhit i sekuestrohet edhe një vil. 7 vite burgu kërkuan dhe për Ema Çokun, të cilës gjithashtu në përfundim t'i konvertohen në 5 vite shërbim prove. Çoku dhe Kryemadhi akuzohen për veprën penale pastrim parash. Për ishkreun e Akep, Piro Xhixho të shpallet fajtor për veprën penale korrupsion pasiv dhe të dënohet me 4 vite burg që me gjykim të shkurtuar ulet deri në 3 vite dhe të pezullohet me 4 vite shërbim prove. Gjykata kundër krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e Fatime Kryemadhit për t'u tërhequr nga procesi gjykimit të shkurtuar e përjedhoi çështja në ngarkim të saj të bashkohet me atë të Ilir Metës e Monika Kryemadhit. Seanca e radhës do zhvillohet në 27 korrik, pasi avokatët kërkuan kohë për të përgatitur mbrojtjen. SPAK mbylli hetimet më 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit. Hetimi përfshin 3 çështje të bashkuara në të njëjtën dosje: aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror.